një apel të të gjithë ata që nuk e njohin lëmin për të cilën do të flasë sonte, pavarësisht titujve që i kanë, që janë kundërshtar të akademikut të muslimanëve Milazim Krasniqi, është mirë edhe ata të reflektojnë edhe njerëzit, qytetarët shqiptar të Shqipërisë, qytetarët e Kosovës, të gjitha besimeve atje në Kosovë, gjithashtu të reflektojnë edhe qytetarët e Maqedonisë të gjitha besimeve, para se ta shkruajnë një reagim në lidhje me budallakinë e akademikut të muslimanëve që në Kosovë njihet me emrin Milazim Krasniqi. Tani fjalën budall e ka zbërthi shumë bukur Agron Dalipaj. Fjala budallës një fjalë shumë e bukur e gjuhës shqipe. Fjala brenda saj ka filozofi. Okej. Ne themi shpesh për shembull që ky është budalli i fshatit. Dhe budalli i fshatit për shembull nuk di çka ditë është sot, ku punon besimi. Pra ai dallon nga gjithë pjesa e tjetër e fshatit për prapambetjen mendore që ka. Okej. Dhe kjo e bën të dallohet. Dhe budall ose bdall do të thotë bën dallim. Por fjala ka dhe konotacionin pozitiv, sepse nga ky fshat mund të jetë një djalë i cili ka shkëlqyer në sport, në art, dhe ai bën dallim nga gjithë pjesa tjetër e fshatit për përparimin që ka. Pra, fjala budall ose bdall mban brenda dy ekstreme, atë negativin të prapambetjes edhe pozitivin. Pra, budall do të thotë bën dallim, por ne e përdorim në kuptimin negativ të fjalës. Etimologu i njohur shqiptar, një mik i imi, një bashkëpunëtor i imi e përshëndes Agronin dhe të gjithë ata të cilët i japin rëndësi të veçantë germave, fjalëve dhe besojnë se gjuha jonë është gjuhë shumë e lashtë dhe shumë e vjetër. Prandaj, nëse dikush do me qenë mendje hapur, mendje dritur, me kuptu të vërtetën dhe realitetin, reflekton dhe ndalet dhe mendon dhe pastaj lexon. Leximi është shumë i rëndësishëm në jetën e njeriut.